Bravo! Në fakt nuk e kisha mendjen mirë ishin, ha? Ishin një mrekulli. Bravo, ja, nona. Bukur. Hajde se nuk tregojon pa. Mos e bë mua bet me njëri. Atë ti nuk e dia e ma men. Shpejtëje në fakt ju që se e mani men, do të ju rikujtoj. Rikujtoj. Para ca kohësh kemi transmetuar shkollën Lagja 5 këtu në Kamës. Po. E cila nuk kishte akoma ato bankat brenda që janë fillon to bankerat, rraserat, karrikerat. Me vonesë, në atë kohë dolën dhe prindër folën, mos kishin probleme, detyroshin shkonin fëmijët shumë larg me fugonet e tjerë. Kanë shkuar bankat. Na sinjalizuan që shkolla ka filluar, kanë mbajtur bankat, rrasat e tjerë. Quam gazetarin për të parë për të thënë ta gëzoni shkollën e re. Mi po jo, mi no. Na pritën prindin me leva. Jo. Ishte profesori i fizkulturës. Çfarë bën ti këtu tha? Dile se ta marr kamerën ta thy kokë, urdo xhege. Profesori i fizkulturës. Si fliste profesori i fizkulturës? Çfarë bën ti këtu? Çfarë fletër? Po. Në Institutin Vojo Kushi ku e ka përgjithë? Ku di u minon ke 13. Dijeni pak me vëmendje. Donim të hynin brenda se roja s'kishte, për roja pastaj do dalin një muhabet tjetër. Dijeni hapin e parë. T'ju rikujtojmë se ka një shkolla, banorë që folën dhe tashmë ka filluar mësimin, po ku të lejnë dominon të thoni ta gëzosh nuk lejnë. Dijeni pak. Shikues, që thu kemi ardhur në shkollën 9 vjeçare Lagja 5 në Kamës. Nëse ju kujtohet, në shtator të vitit 2014 ne kemi ardhur sërish pasi denoncimi nga disa prindër të cilët shpreshin të shqetësuar se kjo shkollë mbaj peng e mbyllur për shkak të mungesës së bazës materiale. Unë jam një nënë që kam 2 fëmijë në shkollë dhe ka shumë kohë që kjo shkollë është ndërtuar, po nuk po hapet. Problemi sipas seksionit të arsimit është mungesa e tavolinave dhe karrikeve. Ne s'kemi mundësi, po do bëm pa mundur, mbojmë tavolinë e shtëpisë, karrikën e shtëpisë, ta bim që të hapet shkolla. Tani shpresojmë që Ministria e Arsimit vej dorën zemër, si i thonë, dhe të na ndihmojë për këtë çështje. Por çfarë ndodhi? Në fillim të muajit shkurt, shkolla është rihapur dhe baza materiale në të është vendosur. Dhe sigurisht ne kemi ardhur sot për të parë se si është kjo shkollë e re tashmë e rikonstruktuar. Por a e dini se çfarë pritje na bëhet? Shikojeni. Mirë atje ku lejon të më futu. Drejtori, ka dhënë ty këtë detyrë të më nxjerrësh. Po, detyrë, ai ka dhënë. Ti je profesor fizkulture, si më. Unë gazetar. Ti gardhi shtunit, nuk ka si gazetar. Si kam ardhur? Ku të thonë se detori, më futet të na unë fut. Mirë, në rregull. Kam mësim tash. Po pra, bëj mësim. Dakor, dërgoj që largohem unë. Po pat mësim. Profesor fizkulture që na nxjerr jashtë. S'ka problem. Mos e shtyp. Filmo mundi, më vesh. Më filmo ta kap dha kosa. Me misa. Ai, filmo gati mu. Ai gale. Po filmo mua, po të shkoma, ai gale. Çoj pron private? Po pron private. E ti s'ka rregull, e loj. A je këtu, futur o janë mëre futur. Publika e Shqipërisë. Po pra roja, jo ti, se ti profesor fizkulture. Po, roja futur. Roja është ky, jo ti, ai profesor fizkulture. Po, se je të gjiru ti, ka pa gjirëm ti. Qa gjirët? Ku gjirët ti? Ta thy kamerën për krejt, ta thy. O quna, si do thysh, a disa e fort është kamera, o quna. Më legje sa lek boje, po ta thy. Do thysh 4 koka gazetarës që s'thyet kamera, jenë të rezit po jo. Nese, profesori fizkulturës direkt me ty, domethënë kjo çështje nuk do ngelet me kaq. Kam thy ty për kry, ata thy unë kamerën me kry. Ta thy unë me ty. Se ma kry që kisht ai? Po, besoj se me profesorin do sqarohemi për te këtij emisioni, sepse tash nga që kishte bylbyl në qafe, kuptoj që është fuzi fizkulturës. Sa i mund të jetë një nxënës i klasës së 8 që ka ngelur disa vite në shkollë. Ai është mësuesi i fizkulturës. Që pas dite punonte Renea, mund të jetë. Apo ja ishte me bylbyl. Me bylbylin gjaf, vetëm ai ishte, po, profesori i fizkulturës. Haj se tash po ngjojnë nesër. Ky mohabet nuk ngelet këtu. Ka instanca përkatëse si do të përgjigjesh për këtë punë, po në fakt momentin e dy ishte edhe mësuesi i fizkulturës që thon ushtoi dhunë verbale ndaj gazetarit dhe preku kamerën me dorë, ishte edhe një burr tjetër që është roja i shkollës. Punon vullnetarisht. Si vullnetarisht? Bravo, vullnetar. Ka një lokal aty njët me punë në shkollës, ka hapi derë të vogël që nxënësit nuk dalin nga dera kryesore, po dalin nga dera e vogël, kalin ke lokali dhe dalin jashtë.
Siç e shikoni, drejtori që ka i mbrojtur mirë, madje ka dhe bodyguard të cilët nuk lejojnë askënd që të prish procesin mësimor. Por a e dini se një nga këta dy bodyguard, që është roja i shkollës, njëkohësisht është edhe pronari i lokalit. Prandaj kjo është arsyeja që ne nuk e gjetëm tek porta e shkollës, por ai doli nga lokali që është ngjitur me shkollën. Çfarë ka bërë ky zotëri? Tek avllia e shkollës ka hapur një portë të vogël, nga ku nxënësit mund të futen dhe të dalin prej aty dhe të shkojnë në lokal dhe jo të dalin nga porta kryesore. Por ka dhe një fakt tjetër shumë interesant. Shkolla nuk ka ujë dhe furnizimi vetëm me ujë është nëpërmjet një pusi që është hapur tek oborri i shkollës. Këtë pus e shfrytëzon shumë mirë edhe pronari i lokalit, njëkohësisht edhe roja i shkollës. Jo. Serviçi ato që thet lutem. Nuk punon ka ky vullnetarisht për shkollën, punon ka shkolla vullnetarisht për këtë. Okej, po lokalin. Edhe pak ujë si ka shkolla aty një pom e përdor dhe ky. Edhe pak drita korrent që ka përdorur dhe ky. Patolgjani me ujë në shkollën. Vajtëm takuam drejtorin. Dini një pak drejtorin që thotë unë nuk di. Po, nuk kam pa. Sigurisht që s'do ndodhi. Ças kishte para, as deriçkas lokale as roja. Asgjë nga këto. As mësuesin e fizkulturës se kishte pa? Asgjë nga këto, përse sonte të shojë për të parë. Dini pak drejtorin. Na prishte gjakun drejtor. Kemi vajtur në 100 shkolla në Tiranë dhe pritja siç na u bë këtu se kishim parë ndonjëherë. Profesor fizkulture që na nxjerrë jashtë. S'ka problem. Mos e shtyp. Filmo mundi, a mor vesh. Mund të filmosh ta kap dhe kosa. Si keni ardhur? Me misa. Hajde. Filmo gati mu. Hajde gale. Absolutisht ka asnjë gjë të para menduar me absolutin. Nuk e di se si. Ai është profesor fizkulture. Çfarë tabli ka ai që na nxjerrën me forcë? Për këtë keni ardhur? Jo. Absolut fizkulture. Ai, po ne ndeshëm tani, në fakt. Si tash çfarë kërkoni nga unë? Po jo, më fal shpjegim, ama je për ato, çfarë? Ta vazhdon nga aja? E vazhdon nga aja dhe e çon peshoja, po. Shohim që shkolla është e kompletuar, baza materiale është vendosur, është një shkollë e re, rikonstruktuar totalisht. Vumre që fakt uji mungon dhe i detyruar që të hapni një pus tek oborri i shkollës për furnizimin e saj. Pusi ishte hapur nga firma, se kush e ka hapur, këtë nuk e di unë. Ka pus dhe uji ka 24 orë. Vura re që uji fakt shfrytëzohet edhe nga lokali që keni afër. Është e pranueshme kjo? Ishte vendosur një tub ku merret ujë, gjithashtu furnizimi me energji elektrike bëhet nga lokali, pam kabllin, është shumë e qartë. Përse ndodh? Unë s'e kam parë, nëse ka ndodhur që unë ndjen në time nuk ka ndodhur, nëse ka ndodhur, ne do të marrim masa absolute, nuk ka absolutisht është e paligjshme. Nëse ka ndodhur, nëse s'ka ndodhur, këtë nuk e di. Është e pranueshme që edhe tek avllia ngjitur është hapur një portë ku të çon direkt te lokali? Nuk e di unë për arsye se do të shohim projektin e shkollës. Shkollës me një portë hapur për te lokali? Unë kam gjetur shkollën të tillë, pra nuk e hapa unë kur erdhëm kur hap shkolla. Ishte. Juve nuk ju shqetëson kjo? Nuk kemi marrë akoma në dorëzim objektin si shkollë, e ka bashkia aktualisht objektin. Në momentin që do të shkojmë pra kështu, do të bëjmë edhe ndërhyrjen pranë bashkisë, bile e kam diskutuar unë, edhe me këtë pjesën tjetër, dhe nëse nuk është në projekt, të bërë, ajo biles më intereson edhe mua, absolutisht nuk do të jetë e portë aty. Po fakti që roja e shkollës është dhe pronari lokalit, e pam sa në lokal, sa tek porta, këtë si e shpjegoni? Kuptoj, tash po ju më kuptoj edhe për intervistën që keni ardhur ju. Ajo roja që nuk është roja, se nuk ka në organik, as roje dhe as sanitare. Këta ditë me punë vullnetare, të ti, po bën pa pagesat. Mund ta shtojnë në organik një roje, se çdo shkollë si rregull do ta ketë një roje. Do ta ketë për skallë organika, pra nuk është mezi, kemi plotësuar me numrin e mësuesve për dëmshëm. Ndjes nëse ka ndodhur diçka, që besoj se s'ka ndodhur asgjë, por gjithsesi i kemi këtë gjëra, nëse janë gjëra jo të këndshme, por gjithsesi edhe u them jetë me pritën në çdo moment të unë. Profesor fizkulture që na nxjerr jashtë. S'ka problem. Mos e shtyp. Filmo mundi, a mor vesh. Mund të filmosh ta kap dhe kosa. Si keni ardhur? Me misa. Hajde. Filmo gati mu. Hajde gale. Drejtor. Pra, gjithsesi. O të bëj krushk, o plaç në vend. O plaç në vend bukur, pra.
Nuk e dinte për të rojën, ndoshta dhe mund më sa dinte që merr ujë dhe drita nga shkolla. Ka ajo dera e vogël që aty nuk e dinte, po do e mylli, po. Ky nuk e dinte që ka një derë. Ky nuk e dinte që ka një roje. Një deriçkë. Që shumë shpejt do bëhet derë për të hyrë dhe makina. Shumë shpejt. Që ka një lokal ngjitur, që ka një roje vullnetar, që ka një mësues fizkulture që punon pas ditës dhe Renea, që ka disa nxënës, madje nuk e dinte që është as drejtor shkolle. Ja, atë uroj ta di mirë, bukur. Do të kemi vetëm pas pak. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe Çathu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çfarë? Çathu redaksia. Më fal. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në YouTube, në tube tona. Le t'i bim tube edhe për YouTube. Jeri.